sot në studion e Kolorit kemi 3 përfaqësues të tyre. Mirë se erdhi Francesca Muço, avokati i rinis. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhi Bekim Shehu nga Kongresi Rinar. Do flasim pak më vonë çfarë është Kongresi Rinar. Mirë se erdhi Angel Mahmuti përsëri nga Kongresi Rinar. Përshëndetje, mirë se erdhi në studio. Në kohë për ta njohur më shumë, është folur shpesh kjo karta e studentit, por jo le të themi po të bë praktike, nuk po të vënë në funksion, jo të gjithë e dim se çfarë është. Më flisni pak, çfarë është kjo karta e studentit, për çfarë duhet, pse është kartë që e rëndësishme, pse kë ngulin kaq shumë për ta pasur atë. Atëherë, karta e studentit si fillimisht është një e drejtë ligjore e çdo studenti, e parashikuar dhe në ligjin e vjetër të ri në ligjin e vjetër të arsimit, por edhe në ligjin e ri të arsimit, neni 100 që thotë që çdo student duhet të pajiset me kartë studenti. Karta e studentit është parashikuar si një mjet me anë të cilit studentët përfitojnë ulje ose shërbime falas në aspektet e tyre, në aspektet e jetës më të rëndësishme. Për shembull në transport, në ushqime, në njësi kulturore dhe rrjedhimisht me anë të kartës së studentit studentët kanë një jetë më të mirë dhe më të lirë, do thoja, më pak shpenzime për ta. Duke pasur më pak shpenzime për ta, afër mendjes që rritet edhe cilësia e studentëve etj. Po mirë, në këto kushte që nemi që nuk është karta e studentëve, është e papërballueshme, le të themi, shpenzimet që ka një student? E papërballueshme nuk është, por ideja është që përderisa ekziston një kartë studenti, ku gjithë të rinjt në gjithë Europën e shfrytëzojnë për të pasur më pak shpenzime në lidhje me kushtet me shpenzimet e jetesës. Realisht një student do bëj shkollë, do të bëjë punën, do të bëjë shumë gjëra për ta s'doriqit kohë varur nga familja. Nuk flas gjithë ata për ata që kanë. Dhe për më tepër flasim edhe për studentë që vinë nga rrethet, që kostot e jetesës i kanë shumë më të larta. Dhe për këtë arsye është nevojshme karta e studentit që një pjesë të kostove, të paktën ato që janë më jetike, të tipet të transportit, ushqimit apo njësi kulturore të jenë më të reduktuara. Pse do vjet në funksion kjo gjë? Tani për ta është folur, sa herë ka zgjedhje bashkiake, gjithmonë përmendet kjo, pastaj dhe kjo në fakt është një nga habit edhe të iniciativës që e ka nisur avokati i rinis, sepse realisht si përgjegjësi e kishte Ministri i Arsimit. Pra gjithë kandidatët për kryetari bashkie që na kanë përmendtuar kartën kanë qenë thjesht një blluf elektoral, se në dorë pak në ligjërisë kanë patur mundësi, po mund të kenë patur pjesën e procesit, mund ndihmonin procesin. Gjithsesi për ta vlerësuar pak kartën, mesatarisht një studenti shqiptar, që këtu janë, do të thonë janë tipologji ndryshme studentë, ka studentë që janë në Tiranës, që studiojnë në Tiranë, ka dhe të ardhur që janë kosto shtesë, shkojnë diku te 1 milion lekë në muaj. Nëse flasim për këta që kanë qera. Po. Që janë qera, një qera mesatare, jo tullet apo të larë, por një qera mesatare. 1 milion lekë në muaj? Po, shpenzime të gjitha. Bekim, më falë që të ndërpres, ju keni bërë për shembull në një pyetësor me këta? Po, se këtë do të edhe prandaj. Çështja e studentit në fakt është shumë e madhe sa karta e studentit, dhe këtu po flas pak nga perspektiva e Kongresit. Ju i ka falë pyetësor edhe për pagesat për gjërat. Dhe organizatat që janë marrë me të paktën me çështjen e studentit, qoftë në reformën e arsimit, qoftë dhe në përgjithësi studime, kam bërë këtë vlerësimin në formë pyetësorësh dhe ankete se sa kushtojnë studime. Kjo është një mesatare, se sigurisht ka dhe studentë që ju kushton më pak, ka dhe studentë që ju kushton shumë. Basa sa që ti po. Dhe ka studenti bërë një studime të mia dhe ti jetosh një jetë normale si bashkëmoshatarët e tjerë, duhet shpenzosh këtë shifër thonë ju. Po flasim, domethënë nuk po flasim shpenzime që janë, nuk e di, transporti këto, gjithçka. Gjithçka, pra dhe jeta sociale, jeta kulturore, gjithçka. Po. Mund shkojë një mesatare ka. Ka studenti është një ndihmë shumë e madhe sepse të paktën pikat kryesore të përditshme studentit i heq, që është transporti, mensat shtetërore, librat, njësitë kulturore, pra e përditshme një studenti lehtësohet shumë me kartën e studentit. Angel? Është domosdoshmëri për ta pasur, përderisa ekziston një ligj e cila jep mundësinë gjithë të rinjve që ta shfrytëzojnë kartën e studentit, është shumë e nevojshme që kjo kartë të jetë funksionale. Ka pasur karta të tjera të cilat kanë qenë kartat bashkiake. Pra ka pasur karta më përpara. Ka pasur dhe ka karta të tjera të cilat funksionojnë në treg, por ajo që ne kërkojmë është që të rinjve të jepet mundësia që të shfrytëzojnë një kartë falas pa kundrejt asnjë pagese dhe që të jetë funksionale për më tepër, sepse ka ekzistuar më herët karta bashkiake, e cila është përndarë në universitete, por nuk ka qenë funksionale për të rinjt të cilët kërkonin shërbimet që ofrohen nga kjo kartë. Kush e ka si, le të themi, kush e ka si pjesë të vetën për ta dhënë këtë kartën? Atëherë, sikundër se ju thash në fillim, kjo është një kompetencë ligjore e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Në ligjin e vjetër të arsimit ka qenë neni 58, që thotë që çdo student duhet pajiset me kartë studenti etj.
Ndërsa në ligjin e ri të arsimit është neni 100, që thot po të njëjtën gjë. Dhe teknikisht në asnjë si në ligjin e Po vjetër. pse merr bashkia pastaj përsëri? Apo ndoshta nga që bashkia ka më shumë shërbime të Më tepër mendoj që bashkia e merr vetë këtë përgjegjësinë e kartës së do të thotë nga këto shërbime urbane dhe nuk e di. Janë edhe shpërndarje kompetenca, sepse ministria nuk mund të menaxhojë të gjitha detajet e Bashkia thjesht mund të bëjë marrëveshje ose të bashkëpunojë me Ministrinë e Arsimit që karta e studentit të funksionojë në bie fjala në qytetet universitare, Tiranë, Elbasan, Shkodër, Durrës. Po në vende të tjera si është funksionon, si funksionon, qoftë ju keni kontakte me le të themi moshatar tuaj, me kolegët tuaj në vende të tjera. Neve kemi marrë një studim të disa praktikave të huaja të kartës. Gjermania është pak shembull shumë i madh për ta marrë, por gjithsesi kemi marrë shembull lindor dhe perëndimor. Pra, Francën... Ku kemi ma afër atyre? Ne i kemi parë të dyja raste, domethënë. Gjermaninë, Francën, Serbinë, Greqinë, Italinë. Ku karta e studentit është shumë funksionale dhe përfshin të paktën 3 aspektet më të rëndësishme që jeta e studentit ka, që janë libraritë, ushimin dhe transportin. Pra, të gjithë këto karta, ose më saktë të gjithë këto shembuj të huaj, këto 3 shërbime i kanë të përfshira. Në krahasim nga karta jone vjetër, shumë e përfolur, por që nuk ka lidhje fare, sepse ishte kartë bashkiake vetëm për studentët e Tiranës, kur ne në këtë moment po flasim që të gjithë studentët në mbarë Shqipërinë, pra dhe në Shkodër, dhe në Durrës, dhe në Elbasan, të kenë kartë studente. Pra, kjo karta e vjetër, jo funksionalja, nuk i ofronte fare, nuk i përfshirte. Pra në të gjitha qytetet që kanë universitete, thonë jo. Po. Megjithatë, në qoftë se merret kjo kartë, çfarë uljesh bën? Çfarë zbritjesh mund? Deri sa mund të shkojnë këto zbritje? Për shembull, nëse shpenzimet ishin te kjo shifër që ne përmendëm. Kjo është më tepër në varësi të marrëveshjeve që Ministria e Arsimit bën me biznese, institucione, bashkitë e qyteteve e tjera. A ti ke të drejtë që ta marrësh shërbimin me këtë kartë vetëm tek ato ku ministria ose shteti ka marrëveshje. Për ta qartësuar pak si proces, është shumë e rëndësishme se në fillim kur kemi pas pak fushatën në rrjetet sociale, mendonin që ne shpërndanim karta studentit. Se ka një mungesë informacioni totale për kartën e studentit dhe plus ka edhe një sens që çdo njeri shpërndan një kartë studenti. Edhe mua më ka rastis pak në universitetin që kam studiuar që vinin persona individ privat që shpërndanin karta. Ideja është që ne patëm një takim me Ministrinë e Arsimit, e cila na kërkoi që ne të përgatisim një draft, pak nga perspektiva jonë, se si ne e shohim. Shumë në një farë mënyrë për të facilituar dhe punën e ministrisë, sepse deri tani në fakt shtyrja e kartës është bërë për teknikalitete. Jo po nuk ka kaluar buxheti, jo po s'kemi një plan, s'ka një grup pune. Do të kanë qenë situata të tilla që ishin shumë jo efektive. Ne ndërtuam një plan, një draft plan. Dhe tek këtu kemi përcaktuar se kush është shpërndan dhe në çfarë mënyrë funksionon. Dhe në termat përgjithshëm, neve besojmë që universiteti, fakulteti duhet ta shpërndajë kartën, sepse është ai që është lidhje më direkte me. Edhe falas apo jo? Sigurisht falas, sepse ka shtetërore. Falas ose me një varësi të zbatimit, sepse pastaj Ministria e Arsimit përcakton dhe mënyrën e zbatimit. Për shembull, me Bashkinë e Tiranës ne vetëm shton nga Ministria e Arsimit që do ketë një kartë unike të bashkisë, ku përfshihet karta rinore, karta studentore dhe karta bashkiake, ndoshta një nga elementet. Pra, me bashkinë ndryshme funksionon në mënyrë ndryshme, por një institucion përgjegjës kryesor për gjithçka është Ministria e Arsimit. Me ku qëndron kjo ngërçi që nuk bëhet? Ngërçi? Por ta ndoshta nuk është se kemi bërë një studim sepse ka ndodhur realisht që s'ka ecur. E para unë besoj që është një mungesë vullneti, qoftë politik, qoftë institucional. Do të thënë lëm pas dore, nuk i duket e rëndësishme apo ka ndonjë gjë që ty që i prek? që nuk ka student që e kërkojnë, dhe Ministria e Arsimit s'ka presion. Nuk ka presion. Nuk kanë më besim. Studentët nuk kanë informacion fillimisht. Sepse neve kemi bërë, le të themi që komplet puna jonë është shtrinë në 2 sesione, në 2 ndarje. Ndarja parë ishte momenti kur bëm anketa dhe intervista në përgjithë fakultetet shtetërore të Tiranës. Dhe studentëve në momentin që ti i përmendje transportin, ushimin, vinin kërkonin një informacion, interesoheshin madje të lini dhe kontaktet e tyre që të bëheshin ndihmë procesit. Në sesionin e dytë, ku ne bëm peticionin së bashku. Bërë një peticion pra. Po. Kemi mbledhur 1000 firma. 1000 firma për sa kohë? Për tetor. Po, një total tetorësh.
Ka që interesi madh ka qenë. Më shumë ka qenë si formë për të treguar fakt dhe ministrisë që vullneti është, edhe duam që Kishte ndodhi. edhe një farë sensibilizimi dhe procesi informimi në lidhje me për të gjithë studentët cilët duhet të ndërgjegjësoheshin për të kërkuar këtë drejtë cila i takon. Peticioni është zhvilluar në disa universitete në Tiranë dhe jo vetëm, ku janë mbledhur firma për të rinj të cilët donin që t'i bashkoheshin kësaj nisme dhe kishte shumë të rinj që ishin të gatshëm t'i bashkoheshin kësaj nisme. Për t'u nështruar dhe protestave të mëtejshme, gjë që ne kishim planifikuar në qoftë se procedura e bashkëpunimit dhe marrëveshjes që kishim ne me ministrin nuk do të shkonte në atë nivel që ne prisnim. Gjithë kush janë rrugët që do ndiqni për të arritur në një rezultat, le të themi që të jetë rezultat vërtet ai që duhet dhe që pritet, sepse më mend që u kam qenë student, flitej për kartën e studentit, e mbaruam shkollën, filluam prapë shkollë Duke e marrë asnjëherë. Nuk, jo, nuk kemi marrë, po është kjo pjesa e mungesës informacionit. Nuk është se kemi menduar ndonjëherë, thjesht dëgjonim në informacion në media që duhet bërë kjo, duhet bërë ajo, por nuk është se ishte siç e kemi si natyrën e shqiptarëve që jemi pak neglizhent në këto gjëra, na duket si paligjshme, gjëra që më flasin kot se nuk janë Atëherë, të prekshme. është mirë dhe që jemi në transmetim tani. Nesër në orën 11 tek qendra rinore e Tiranës, neve do zhvillojmë prezantimin e draft planit për kartën e studentit, që do t'i dorëzohet publikisht, si të thuash, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Pra, ju bëm gjën deri tani të gatshme, le të themi, urdhoni zbatojeni. Në momentin që ne do shohim që do vazhdohet kjo çështje do ngjihet në heshtje, do vazhdoj fushata advokimit ose do marri masa të tjera në mendoni që kjo do jetë hera e fundit, domethënë do jeni aq këmbgulës sa që ta arrini rezultatin që keni apo thjesht do vazhdojnë, do mërziteni dhe ju dhe do presim një brez tjetër që të vi për ta. Jo, fakt për të shpjeguar pak dhe nga Bixbaza Vim, se shumë herë do t'i marrë iniciative pse po bëjnë këtë gjë. Unë punoj për Kongresin Eurokombëtar, që është një organizatë rinore, është një ombrellë kombëtare e disa organizatave, dhe një nga pikat kryesore të punës saj janë arsimi. Arsimi si një temë e madhe, po me specifika, si kartë e studentit. Dhe një nga arsyet pse ne duam që kjo gjë ndodhi dhe është një mision që duhet bërë, është sepse momentalisht kemi vlerësuar që nga reforma në arsim, po dhe tani, për të fokusuar pak dhe te kjo, që studenti si institucion social po diskreditohet. Do të thënë çdo vit më shumë po hiqen drejta, nuk po merret parasysh as për plane afatgjata, pas për plane afatshkurta. Dhe këtë kemi mision për të përmirësuar pak në jetën rinore në përgjithësi në këtë aspekt, në aspektin studentar. Mënyra se si du funksionoj përtej draft planit është që ne kemi besuar që do jetë një proces bashkëpunues. Dhe Ministria për hir të vërtetës është treguar shumë bashkëpunuese. Pra na ka treguar se çfarë ka ecur më parë dhe përgjithsisht kishin qenë tema buxheti. Pra ku s'ka qenë buxheti ose ishte planifikuar mirë këto detaje. Po tani është shumë e gatshme, ndoshta ka një vullnet dhe Ministria që kjo gjë ndodhi. Kemi dhe avokatin e rinisë që Po, që mund, do të thënë, gjithë faktorët janë në një vijë. Ajo që mund mungojnë fakt mund të jenë institucionet e linjës. Sepse për hir të vërtetës ne si kemi kontaktuar gjithë institucionet, sepse faktikisht dhe përgjithësia e ministrisë ta bëj këtë, jo iniciativat të shoqërisë civile, po ne besojmë se pak nga institucionet qendrore do kemi bashkëpunim dhe procesi do vijojë. Megjithatë, për mendimin tim do të takuar kryebashkiaku Erion Velies vetëm ai për vdes për këtë pjesën e rinisë, ai të zgjidh me këtë gjë. Nëse ai dhe bën këtë rolin e negociatat, nëse ai është. Nuk është një nismë që duhet filloj vetëm për studentët e Tiranës, sepse tani do t'rregoheshim pak jo të drejtë, si thua, egoist, në qoftë se do flisnim vetëm për studentët e Tiranës, ku ligji nuk është vetëm për studentët e Tiranës, po është për gjithë studentët e Shqipërisë. Kështu që ne nuk kërkojmë që vetëm kryebashkiaku Erion Veliaj ta bëjë këtë gjë. Sigurisht ne kërkojmë vullnetin. Hapin e parë, kërkojmë vullnetin e mirë që të bashkohemi me Ministrinë e Arsimit. Për më tepër që një ndër organizatat partnerë kësaj nisme është edhe Kongresi Rinor Kombëtar që ne përfaqësojmë, e cila është një organizatë kombëtare, ombrellë, e 60 organizatave rinore që punojnë në gjithë Shqipërinë. Kështu që kjo nismë i atribuohet edhe të gjithë të rinjve që përfaqësohen nëpërmjet këtyre organizatave në Parita themi që është një grumbull organizatërsh të cilët kanë, le ta themi, kanë bërë një punë 2 vjeçare për këtë kartë, kanë bërë statistika dhe tashmë duan thjesht që të miratohet dhe të jetë në funksion. Është më tepër thjesht ne po kërkojmë që ligji të zbatohet. Nuk po kërkojmë ndonjë ligj të ri, nuk po kërkojmë që të ketë ndryshime në ligj. Thjesht ajo gjëja që është parashikuar tashmë në ligj për një periudhë shumë të gjatë, se sikundër se ju thash ligji vjetër i arsimit, ligji ri i arsimit, mendojnë vetë se sa ka kaluar. Pra jemi drejt fundit bisedës. Çfarë mendoni që do zgjidhi nëse vendoset kjo kartë? Çfarë do i uli këtyre studentëve? Çfarë do sepse këtë kur e prek shumë me terma më të thjeshtë, më konkret, më të prekshëm,
të prek më shumë. E para studenti do japi një sens që në pjesë e shoqërisë. Deri tani nuk studenti është parë si një personazh i dorës dytë në gjithë funksionet shoqërore. Ndërkohë që do është ai që del në ballë në çdo gjë bën ndryshimet e mëdha. Ai studenti rinia është faktori më i madh. Arsyeja e pyetjes më parë që pse e ka thënë bashkia është që vetvete komiteti rinor dhe studenti janë një votë shumë e madhe. Edhe kushdo të ishte shumë i jetur ta thoshte. E para përtej aspektit ekonomik dhe teknik është një shenjë mirënjohje që shoqëria ofron studentëve për potencialin që ata kanë për të nesërmen, për të sotmen, për çdo herë. Dhe e dyta do jetë një kosto më shumë që i gjithë shoqërisë, sepse janë shpenzime që ikin nga Edhe të universitetet private hyn, edhe për studentët në universitetet private. Të gjithë universitetet, domethënë kudo. Pra benefit gjithë do të thotë. Unë falenderoj shumë, nuk e di nëse keni diçka të fundit që e kemi lënë pa Por se harrova, do të ishte s'bë studentë. Deri në moshën 30 vjeçare, deri në 30 vjeç. Ti je në vazhdimsi të studentëve. Do të thotë që je duke bërë master. Po. E merr domethënë deri. Nëse master. Nëse kalon 30 vjeç nuk e merr. Tani këto janë gjëra që neve për ta mbyllur do t'i sqarojmë nesër në orën 11 të qendrës. Okej. Ftojmë gjithë të rinj që të vinë nesër në orën 11 të qendrës rinore për të bërë prezantimin e draftit. Është shumë e rëndësishme që të vinë pasi aty nuk është e flitet gjëra kështu në ajër, po janë gjëra konkrete të cilat flitet për ju që jeni të rinj sot për studentët. Ke mundësi të bëjmë pyetje që i ndjen në moment, domethënë. Okej, kështu që kur flitet për interesat e studentëve duhet të jenë atje prezent, jo kur flitet për gjëra të tjera që dalin aty bëjnë edhe rëmujra të natyrës së këndshme. Okej, unë ju falenderoj shumë që ishim në studio. Faleminderit. Faleminderit. Miq dashur, kemi ardhur në fund programit ditës së sotme. Ju falenderoj. Na keni ndjekur.